Naima Qelaj, avokati i popullit të Kosovës, zotri Endrit Shabani, avokati i popullit të Shqipërisë dhe zotri Faton Selami, avokati i popullit të Maqedonia e Veriut. Dje kanë mbajtur sesionin për bashkëpunim ndërinstitucional në trajtimin e çështjeve me interes të përbashkët e ku kanë diskutuar mbi temat çështjet civile dhe familjare me element ndërkufitar, martesat, regjistrimi civil, dokumentacioni personal, njohja akteve dhe vendimeve. Roli institucionit avokatit të popullit në mbrojtjen e së drejtës për shëndet, qasja e qytetarëve në shërbime publike dhe administrative në shtetet respektive, mbrojtja fëmijëve në situatë rruge dhe kategorive të tjera të cënueshme, bashkëpunimi për trajtimin e rasteve individuale që përfshin më shumë se një shtet, të drejtat e personave të privuar nga liria gjatë orëve të para të intervistimit dhe roli regjistrimit audioviziv në garantimin e një procesi të rregullt ligjor. Ata sot janë pritur te kryetari i komunës së Prizrenit Shaqir Totaj. Me këtë rast, kryetari Totaj shkruan: Mirëprita sot avokatin e popullit të Republikës së Kosovës Naim Qelaj, atë të Republikës së Shqipërisë Endrit Shabani dhe të Republikës së Maqedonisë së Veriut Faton Selami, të cilët në Prizren ka diskutuar dhe kanë bërë nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëpunimit, duke vendosur një kornizë të re dhe më të avancuar të bashkëpunimit institucional në funksion të mbrojtjes dhe promovimit të drejtave të njeriut në rajon. Me këtë rast diskutuam edhe për mundësitë dhe melimit të bashkëpunimit në nivel lokal, me fokus të veçantë ofrimin e shërbimeve sa më cilësore dhe mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve tanë, shkruan Shaqir Totaj. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.